Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve këtu në televizionin Opinion. Përfundon java e Remzia Demajt shtigjeve të lirisë. Christopher Hill bëhet qytetar deri i Malishevës. Të arrestuarit të djeshëm pjesë e Gardës së Republikës së Iliridës. Kthehemi zhvillimeve të ditës së sotme, përfundon java Remzia Demaj shtigjeve të lirisë. Sot në shtëpinë e kulturës u ndan 230 shpërblime për nxënësit fitues në 12 disiplinat garuese. Në shtëpinë e kulturës Xhamaili Berisha në Prizren u ndan shpërblimet për nxënësit fitues në 12 disiplinat garuese që u mbajtën në kuadër të javës së Remzia Demajt shtigjeve të lirisë. Ky manifestim mbahet që 14 vite me radhë, ndërsa që nga viti 2008 mbahet në patronatin e kryetarit të komunës së Prizrenit. Të pranishëm në sallë ishin dhe kryetari i komunës profesor Dr. Ramadan Muja, familjar të dëshmorit Remzia Demaj, përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta, drejtor shkollash, sillen nxënës pjesëmarrës në këtë manifestim. Garimi ka zgjatur mes një jave që nga data 3 qershore deri më sot, ku nxënësit kanë garuar në 12 disiplina garuese si kuiz të diturisë, festivalin e vallave, në pikturë, poezi, teatr, si dhe në disiplina sportive. Përfituesit sot ullan 230 shpërblime, të cilat u ndan nga kryetari i komunës profesor Dr. Ramadan Muja. Në këtë ndarje shpërblimesh si çdo vit jepet dhe busti i bronzt i Remzia Demajt, shpërblimi që i jepet shkollës fituese në garën e diturisë. Edhe këtë vit, garën e fitoi shkolla mesme ullët Pjetër Budi nga Lugishda e Hasit, shkolla e cila fiton për dytën e radhazi këtë vend. Përveç busti i cili jepet çdo vit përcillet në shkollën fituese, nxënësit fitues të kësaj shkolle morën dhe shpërblime të tjera, si për shkollën ashtu edhe për vete. Sipas organizatorit të këtij manifestimi, drejtorit të Drejtorisë Komunale të Arsimit Zotrit Nexhat Çoçaj, manifestimi ka shkuar mirë dhe sa ka qenë një garë suksesshme ku nxënësit garues kanë fituar vendin e merituar. Lënd theksohet se këtë vit dhuratat kanë qenë jo në të holla siç ka qenë më parë. Shkollat fituese, të cilat kanë zënë vendet e para, kanë marrë laptop, kanë marrë videoprojektor dhe kanë marrë pajisje të tjera për kabinetet e shkollave, ndërsa të gjithë nxënësit janë shpërblyer me dhurata modeste, duke filluar nga librat, pastaj plaketat, pastaj medalje të ndryshme varësisht për disiplinave garuese. Mund të them se ka qenë një garë mjaft e suksesshme, ka qenë një garë në të cilën nxënësit kanë garuar për të qenë secila në vendin e parë, ashtu siç e kanë merituar. Shpresojmë që janë nda të kënaqur edhe ekipet garuese, ndonë se kemi pas disa ankesa në veçanti për festivalin e vallave dhe të lojës skenike, por shpresojmë që viteve të ardhshme do të përmirësojmë edhe këto ankesa, sepse është e natyrshme që të gjithë garuesit që marrin pjesë në gara nuk mund të jenë fitues të atyre garave, por shpresojmë që do të përmirësohemi në viteve në vazhdim. Nxënësve fitues dhe shkollave fituese u dëshiroj suksese edhe të mëtjeshme dhe shfrytëzoj rastin që t'uroj edhe festën e 12 qershorit, që është festa e çlirimit të qytetit të Prizrenit. Urime të gjithë nxënësve, të gjitha shkollave dhe ju dëshiroj sukses edhe në vitin e ardhshëm në manifestimin tradicional Java Remzia Demajt shtigjeve të lirisë 2016. Shpërblimin e vendeve të para për 12 disiplinat garuese nuk kanë qenë të holla, kryesisht kanë qenë mjete konkretizuese për kabinete shkollore, ndërsa nxënësit garues janë shpërblyer me mirënjohje dhe dhurata modeste. Në një dokument të lidhjes së Prizrenit të përkthyer nga Osmanishtja nga Xhafer Belegu e postuar në profilin e tij në Facebook nga aktivisti i shoqërisë civile Ron Gjinovci, shihen akte të nxirra nga kjo lidhje. Në dokumentin e lidhjes së Prizrenit përmendej edhe shariati. Si pikë kryesore saj, ndër tjerash, ishte edhe ajo në të cilën shkruante: lidhja jonë është formuar me qëllim që të mos njofi asnjë qeveri tjetër përveç se atë të perandorisë otomane, edhe të mbroj integritetin toksuar duke përdorur të gjitha mjetet. Veç kësaj, në një pikë tjetër shkruan: duke marrë parasysh gjendjen e Ballkanit, nuk do të pranojmë
në asnjë mënyrë Bullgarin dhe as që duhem t'i dëgjojmë emnin, dhe Serbia në rast se nuk na I dorëzon më të mirë tokat që na ka shkel, do të dërgojmë kundër saj fuqi për me ia marrë me pushkë. Dhe kundër malit të zi do të veprojmë po në këtë mënyrë. Dhe ndër pika tjera të veçanta transmeton Telegrafi është dhe ajo ku përmendet ligji I nalt fetar Sheriati. Në bazë të ligjit të nalt fetar Sheriatit do të mbrojmë jetën, pasuninë dhe nderin edhe të atynve që s'janë muhamedan, po janë besnik, baras me tonat. Do të marrim masa ndëshkimore kundra kryengritësve duke I denue sipas fajit. Ndrojmë temë të informacioneve. Komuna Malisheves ka shpallur qytetar nderi ish ambasadorin amerikan Christopher Hill me motivacionin personaliteti shquar I politikës dhe diplomacisë amerikane, që ka dhënë ndihmës të pakursyer për krimin e shtetit të Republikës së Kosovës. Kjo kërkesë u votua unanimisht nga të gjithë anëtarët e Kuvendit Komunal të kësaj qytetësie, duke e cilësuar si një nder të madh për Malisheven, duke pasur parasysh kontributin e Hillit para gjatë dhe pas luftës për Kosovën, por edhe lidhjen me Malisheven. Kuvendi Komunal I Malishevës në këtë mbledhje ka marrë vendim dhe për ndarjen e çmimeve tradicionale që ndahen me rastin e 16 qershorit, ditës së çlirimit dhe ditës së dëshmorëve të Malishevës, sipas nenit 9 të statutit të komunës së Malishevës. Çmimi për trimëri dhe heroizëm I merr Krasniqi këtë vit ju nda Isa Hoxhës dhe Skënder Hotit, pjesëtar të ish UÇK-s, përgatësisht të brigadës 122 dhe 121. Çmimi për kontributin e dhënë shkollën shqipe Hamdi Berisha ju nda Ilias Zogajt dhe Mirhije Bytyçit, dhe çmimi për kontributin edhe në shëndetësi doktor Shpetim Robaj ju nda Selim Krasniqit dhe Afrim Krasniqit. Edita e sotme sipas raportit të policisë rajonale në Prizren ishte me plot arrestime. Arrestime u bën në Rahovec, Gjonaj dhe Suarek. Në fshatin Dobidol të Rahovecit janë arrestuar 5 persona pasi që të njëjtit për shkaqe të panjohura janë rrahur në mesvete. Sipas policisë, gjatë rrahjes dyshohet se njëri nga të dyshuarit ka përdorur armën e zjarrit. Në vendin e ngjarjes, një siti policor ka gjetur një armë AK-47, 3 gëzhoja dhe 2 fishek. 2 nga të dyshuarit kanë pësuar lëndime trupore nga mjetet e forta që janë përdorur në rrahje dhe të njëjtit kanë pranuar trajtman mjekësor. Me urdhër të prokurorit të dyshuar dërgohen në mbajtje. Po ashtu është arrestuar një person në fshatin Gjonaj të Prizrenit, pasi që I njëjti në gjendje të dehur ka shtënë me armë zjarri. Sipas policisë, nga I dyshuari është konfiskuar arma pistolet CZ me një karikator me 3 fishek dhe 4 gëzhoja. Me urdhër të prokurorit I dyshuari dërgohet në mbajtje. Arrestime pati dhe në Suarek, ku policia e Kosovës ka arrestuar 2 persona. Një punëtor I një ndërmarrjeje është arrestuar pasi dyshohet se ka penguar asistimin e përmbaruesit privat I cili sipas autorizimit ishte përfaqësues në Lëndën kundër ndërmarrjes së cekur lidhur me një borxh që kjo ndërmarrje I kishte ndërmarrjes tjetër. Me urdhër të prokurorit, rasti shkon në procedurë të rregullt, ndërsa personi tjetër është arrestuar në fshatin Samadraq të Suarekës në bazë të urdhësës së lëshuar nga gjykata. I njëjti është dërguar në vuajtje të dënimit. Në Suarek është arrestuar dhe një mësimdhënës. Pas hetimeve të zhvilluara dhe bazuara në disa informacione nga mediat, policia e Kosovës e ka arrestuar mësimdhënësin në shkollën fillore Shaban Mazdreku në Sopi të Suarekës. Ai dyshohet se në këtë shkollë kishte sulmuar fizikisht viktimën në nxënës I po kësaj shkolle. Pas intervistimit me urdhër të prokurorit, I dyshuari lirohet në procedurë të rregullt. Edicionin e lajme vazhdojmë me të tjera zhvillime nga vendi dhe rajoni. Arrestimi I djeshëm I antarit e kryesisë së AK-s Muhamet Kelmendi, së bashku me studentin e tij Are dhe 3 shokët të studentit, kanë gjallur reagime të ndryshme dhe ka marrë konotacion politik. Por derisa policia dhe prokuroria për të mos penguar hetimet nuk kanë dhënë detaje për rastin, Telegrafi mëson se grupi I personave të arrestuar dje, ku pjesë e rastësishme e tij ishte dhe Muhamet Kelmendi I Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka qenë duke u përcjell dhe hetuar nga organet e sigurisë për shkak të veprës së tyre dhe afërsisë me grupin e kosovarëve të përfshirë në incidentin e Kumanovës.
Telegrafi mëson se shumica e të arrestuarve dje janë pjesë e organizatës që konsiderohet ilegale Garda e Republikës së Iliridës, GRI, udhëheqës i së cilës është Amdin Drecaj dhe komandanti i shtabit të saj i ashtu quajturi komandanti Dibran Shpati, që ndryshe njihet edhe si Dull Sankovici. Mësohet se këta persona janë të njohur por institucionet e inteligjencës së Kosovës dhe rajon për shkak të thirrjes së tyre në emër të Gardës së Republikës së Iliridës për mobilizim për luftën në Maqedoni. Por, shkuarja e tyre dje në veri të Mitrovicës, e cila ka shtyrë organet e sigurisë që të ndërhyjnë duke i arrestuar, është parë me rrezik të madh për provokimin e situatës gjatë rivarrosjes së eshtrave të Isa Boletinit ose edhe për kryerjen e mundshme të ndonjë aksioni në këtë pjesë të vendit. Mbetet të paqartë prezenca antarit të kryesisë së AAK-s Muhamet Kelmendit në mesin e këtij grupi, i cili dje ishte shoqëruar në polici së bashku me ta. Sekretari i përgjithshëm i AAK-s, rasti i skenimit që ka bërë pushteti kundër profesor doktor Muhamet Kelmendit, është një prej rasteve më të rënda që ka ndodhur në Kosovën e pasluftës. Sipas Ramadanit, me këtë qeveria e Kosovës i ka kthyer dje tytat e armëve ndaj opozitës. Madje sipas tij, kjo ka ndodhur me banalitetin më të rënd që ka ndodhur deri më tash në Kosovë, gjoja për terrorizëm. Pa kurfar shkasi, pa kurfar të drejtë dhe pa kurfar logjike demokratike, ka vlerësuar Ramadani. Ai ka theksuar se kjo qeveri ka humbur të gjitha argumentet e zhvillimore dhe integruese ka Bashkimi Evropian dhe mekanizmat tjerë demokratik ndërkombëtar, ndërsa këtë po e zëvendëson me një tendencë të qartë të krimit të ashtu quajturve armiq të brendshëm. Ne jemi opozitë këtij pushteti, por nuk do të lejojmë që përmes inskinimeve të tilla të tërheqin vëmendjen nga skandalet e përditshme të kësaj qeverie. Kote ka kjo qeveri. Me gjithë inskenimet të tyre nuk do të mund të potretizojnë opozitën si po kanë dëshirë, ka shtuar më tej Ramadani. Sipas sekretarit të përgjithshëm, Aleanca është thellësisht e indinjuar me këtë logjik terrori politik që po ushtron qeveria e Kosovës. Paramendojeni, policët i kanë vendosur armën në gjoks një profesor doktori të shkencave juridike, ka thënë ai. Me këtë kontekst, Ramadani ka shtuar se për të dalë nga kjo situatë teje të dëmshme, qeveria e Kosovës duhet urgjentisht të bëjë këto veprime: të shkarkojë menjëherë ministrin e punëve të brendshme Skënder Hysenin, të shkarkojë menjëherë drejtorin e policisë së Kosovës Shpend Maxhunin, të kthehet ka demokracia dhe të heqë dorë një herë për gjithmonë nga ndjekjet politike dhe terrori ndaj opozitës, si dhe të kërkoj falje ndaj AAK-s dhe profesor doktor Muhamet Kelmendit. Rastet të tilla nuk mund të shihen më as në vendet autoritare, e në Kosovë fatkeqësisht po shtohen për çdo ditë e më shumë, ka përfunduar Burim Ramadani. Qytetarët e Prishtinës nga dita e sotme do të kenë mundësi që vetë të pajisen me ekstraktin e lindjes. Ky lloj shërbimi digital do të ofrojë shërbime 24 orë në ditë dhe 7 ditë në javë. I gjithë ky projekt është realizuar me vetëm 14.200 euro. Si fillim, siç edhe shpjegoi vetë kryetari i komunës, do të lëshohen vetëm ekstrakti i lindjes, e me vonë do të mundësohet dhe nxjerrja certifikatave të tjera. I pari i Prishtinës, Shpend Ahmeti, tha se ka kënaqësinë që në ditën e çlirimit të Prishtinës të fillojë me një shërbim të ri. Ky shërbim sot do të jetë në dispozicion 24 orë në ditë, 7 ditë në javë. Pra, qytetarët, edhe nëse vinë në 10 të mbrëmjes, në qoftë se janë të regjistruar në regjistrin civil dhe kanë marrë ndonjëherë ekstrakt me një proces tepër të thjeshtë me letë njoftimin e tyre, mund të shtypin ekstraktin e lindjes, certifikatin e lindjes, por edhe certifikatat e tjera, tha Ahmeti. Nga shërbimi digital që po starton sot si pilot projekt, qytetarët do të mund të provojnë, e në ditët e ardhshme, sipas kryetarit Ahmeti, ky shërbim do të përmirësohet. Pagesa është e njëjtë, 1 euro, dhe po ashtu në këtë shërbim kemi mundësuar edhe 2 portale të tjera të cilat mundësojnë shtypjen e çfarëdo formulari që i nevojitet qytetarëve për shërbimin e komunës së Prishtinës. Së bashku do të demonstrojmë si funksionon kjo. Këtë merreni si demonstrim sepse ditëve në vijim do të përmirësohet dhe më tutje është hera e parë që po bëhet, është software i ri, është makinë e re dhe ky është pilot projekt, ka thënë ai. Nëse ky pilot projekt do të funksionojë mirë, Ahmeti thotë se projekti do të zgjerohet dhe në pjesë të tjera të qytetit me shërbimet e ofiçarisë.
ndërsa Lulzim Ejupi, drejtori i përgjithshëm i Agjencionit të Regjistrimit Civil, tha se në bazë të suksesit ky projekt do të shpërndahet edhe në komunat e tjera në Kosovë. Tash tutje shërbimi i qytetarëve do të jetë 24 orë, edhe shërbimet e ardhshme do të jenë shumë më efikase. Ky pilot projekt në qoftë se do të implementohet në mënyrë shumë të mirë dhe do të funksionojë mirë, nesër mas nesër, shpresoj që në aspektin strategjik do të bashkëpunojmë dhe me komunat e tjera që shërbimi i qytetarëve të jetë shumë më efikas, ka thënë Ejupi. Muedin Nushi, drejtori i administratës në Prishtinë, tha se me këtë po fillon një erë e re, një vizion i ri në zhvillimin e shërbimeve ose në ngritjen e kapaciteteve në ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Kostoja nuk ka qenë shumë e madhe. Komplet krejt çka shihni me dizajnim, me realizim, me software të ri, me aparaturë të re, 14.200 euro. Fillimisht do të lëshojmë vetëm ekstrakte të lindjes për përdorim interno, ka përfunduar Nushi. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Ferit Agani ka kërkuar antarësimin e Kosovës në organizatën regionale për fushën e mjedisit REC, duke dorëzuar kështu notën verbale, por dhe kërkesën e zëvendës kryeministrit dhe ministrit të jashtëm të Kosovës, Hashim Thaqit. Këtë kërkesë ministri Agani e bëri me rastin e shënimit të 25 vjetorit të themelimit të organizatës së mirë njohur ndërkombëtare në fushën e mjedisit Regional Envi Frontal Center, që po mbahet në Budapest të Ungarisë, e ku po marrin pjesë mbi 24 shtete, ministra, zëvendës ministra, ambasador, këshilltar, sekretar shteti dhe kryeshefa ekzekutiv. Ministri Agani në fjalimin e tij ka përmendur të arriturat e Kosovës në fushën e mjedisit, sidomos në aspektin legjislativ, duke thënë se Kosova në këtë fushë i ka përmbushur direktivat e Bashkimit Evropian. Agani ka falendëruar organizatën REC për kontributin edhe në Kosovë, duke siguruar se bashkëpunimi me këtë organizat do të vazhdoj fuqishëm dhe në të ardhmen. Ndryshe, REC, që nga viti 2001 është njëra ndër organizatat më cilësore në fushën e mjedisit që kanë mbështetur MMPH-n, AMMK-n, komunën, Ministrinë e Arsimit e të tjera në zhvillimin e qëndrueshëm dhe edukimin mjedisor. Ministria e Drejtësisë, Republikës së Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq sot kanë nënshkruar memorandum bashkëpunimi për qasje dhe monitorim të qendrave të paraburgimit dhe qendrave korrektuese. Përmes këtij memorandumi KKNK-s ju lejo qasja më lehtë në qendrat në fjalë për monitorimin dhe krijimin e kushteve adekuate të burgimit dhe trajtim human në pajtim me të drejtën ndërkombëtare dhe standardet e njohura ndërkombëtarisht. KNKK do të bëjë monitorimin me qëllim të vlerësimit të kushteve të ofruara për individët e privuar nga liria dhe respektimin të drejtave në përputhje me standardet më të larta të drejtave të njeriut. Në këtë marrëveshje parashihet që KNKK-ja të ketë qasje të plotë dhe të pakufizuar tek personat e privuar nga liria dhe që janë në jurisdiksionin ose kontrollin e Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme në të gjitha fazat e burgimit, pavarësisht se a është ngritur kallëzim penal ndaj tyre apo jo, dhe pavarësisht se janë të dënuar apo jo. Sipas kësaj marrëveshjeje, KNKK-ja i lejohet vizita në të gjitha objektet të cilat përdoren për të burgosurit, duke ju siguruar qasje në të gjitha objektin e burgut, përfshirë këtu dhe në intervista private me të burgosurit si dhe kontakte me familjarët e tyre. Kjo marrëveshje është nënshkruar nga Ministri i Drejtësisë Profesor Dr. Hayreddin Kuçi, Ministri i Punëve të Brendshëm Skënder Hyseni, kurse për Komunitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq ka nënshkruar Agim Gashi, shef i misionit në Kosovë. Shikues të nderuar të televizionit Opinion, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderoj për vëmendjen që na kushtuat. Qëndroni me tej me programet e televizionit Opinion. Natën e mirë.